Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Falenderojmë Allahun, Zotin e botrave, I vetmi pashëq. E falenderojmë që Allahu na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ishte I dërguar, mësues, bab. Salavatet për shëndet e selamet e dërgojmë këtij të dërguarit, familjes së shokëve të tjerë, të gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tahabbihim kamathali al-jasad إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد في السر والضر." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët me zvejtë janë sikurse një trup. Kur është fjala në butësi, në mëshirë, në dhimbje të mendi, në kënaqësi mendi vetveten, njëri tjetrin është sikurse një trup. Në qoftë se ndjen një musliman një dhimbje të ndjen edhe tjetri. Si të ndihen, I do të sikurse edhe kjo është lagun. Në qoftë se ndin një kënaqësi për një vlau vet, e ndin vetën shumë I lumtur, edhe shumë I kënaqur se e ka ndin vllaun vet në kënaqësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë al-mu'minuna kal-bunyan. Besimtarët janë sikurse ndërtesë. Yashuddu ba'duhum ba'd. E ndërton edhe e lidh njëri tjetrën shumë afër. Ne këtu shajnë në rrethin tonë, ne duhet që të lidhemi njëri me tjetrin, të afrohemi njëri me tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin. Këtu shajnë mundësit me pasuri, mundësit me durët e tona, I kemi mundësit. Sa është mundësia se cilit person? Mirë po mundësia cilë është malare. Të cilë nuk kena mundësina me ndimu, as me durët e tonë, as me pasurit tonë. Aja që ka ndodhë sot në botën arabe, që ka ndodhë sot në Siri. Sot në Siri, musliman ditë për ditë mbyten edhe na po I ndëgjojnë në përlajme. Ndërsa na po I ndëgjojnë në përlajme, shumica popullatës po I ndëgjojnë në përlajme Shqip shumë pak edhe shkurt. Na o gjallarë I ndëgjojnë edhe lajmet e botës arabe e që I na japin detale në amat shumë. Halas një ditë nuk ka ndodhë që mu vranë Siri ma pak se 20. 20 e të përpjetë. Më shumë t'i kam rri 100 e të përpjetë. Një ditë 83, një ditë 100, një ditë 57, një ditë 53, një ditë 47. Për çdo ditë të mbitën. Një ditë u lajmëru 53 numri të mbitëve në Siri, tha shumica prej tyre janë fëmijë. Shumica prej tyre janë fëmijë. Si mundet mu me fëmijë? Në Siri po ndodhë. Kush po I mbit këto? Ata të cilët e kanë qeveri ndorë, se këtu janë dy ushtri të cilët po luftojnë me zvejtë në Siri. Ushtria e shtetit me ushtrinë e popullit. Aja ushtria e popullit ka dalë në mbrojtje popullin, kurse ushtria e shtetit në krahas që kinse po I lufton në ushtrinë e popullit, po I mbyt edhe fëmijë, të pafajshëm, gra, burra, të pafajshëm po I mbyt. E ndëgjova një rast në televizor keni komandant I cili ishte prej ushtrisë të popullit, I cili po ka dalë me mbrojtje popullit. Tha kur na ka pushtu Franca historia kështu na njeh. Kur na ka pushtu Franca dhe na ka luftuar Sirinjeve, ushtarët e Francës kur kanë shkuar dhe I kanë djeg muslimanë me mbytje të ushtarëve muslimanë, kur kanë hyrë në xhamia, ato ju ndalën dhe ju ndërsuan kanë thonë jo, na I respektojmë shtëpitë e shejta. Edhe pse kanë qenë francuzë ja besimtarë. Kurse sot ushtria e krijetarit Sirisë, muslimanë pushen në xhamia, ai I çunë edhe xhamia I shkatron edhe I mbyt edhe ata që në xhami. Kush puna vetë tash më I keq? A francuzi, a ushtria e Esedit? Sot sigurisht në vetë ushtria e Esedit është më e keq se sa një ushtri sot në Perëndi. Më thonë sot e shoh në Siri, gjenja është shumë e rëndë. Me çka na mujmë ndihmu? Na mujmë ndihmu duke përmirësuar vetën. Allahu I ka thonë në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi
sa më koshe një madhu për me një në Ramazani, ti me qitoj një mund vazit e tonë siri. Vlaj në rua, leja alkoholit, me qëket kimi një mund vazit e tonë siri. Leja hajnije, me qëket kimi një mund vazit e tonë siri. Lejat, duke i lonë haramët një dimon vaznive, duke u fali dimon vaznive, duke i dimu këtu vaznive tu, i dimon se ti i ngrit besimin ton, me besimin ton i dimon edhe vaznive të në siri, se kështu ndimohet Islami. Prej së largu me besim, na të përmisojme të vetën, Allahu për shkak, për hirë, të asaj nga qka po përmisojme të vetën, Allahu jam drishon gjendjen e ti me në siri, edhe i dimon edhe i sjellë të si edhe mshirë, edhe ndime dhe gjithë. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala, që të ndihmon musliman të cilët janë siri. Poplin të shliron prej se belaje që i kanë ndodhë, se na e din belaje të cilët na kanë ndodhë dhe, me histori e din, edhe i kina përjetu, vetëm se kina pas prishim të madhe dhe frikë të madhe, e din sa ushtron, e mos volje edhe me nahu antarë familjes. E lusë Allah subhanahu wa ta'ala, që ta shkatron atë ushtrit shtetit, Allahu t'i shkatron tja drejt tokën në mesmon e tyre, ti ndjen në rrugë si të shmendur, Allahu ti shkatron shtëpit e tyre si kurse i kanë shkatru shtëpit tonë. Allahu inshallah i sjell qetësi shpirtërore ato të cilët jo të vërin buket gjendje të fshirë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të shon besimin tonë, përmes besimit tonë të ndihmojë vllaznive. Atje wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa subhanallahi